territoriale është një reformë e një rëndësie jetike për komunitetet dhe shoqërinë shqiptare, komunitetet lokale dhe shoqërinë shqiptare. Antireforma territoriale e vitit 2014 u faktua në mënyrë përfundimtare si një lev Arkimedi për popullimin e Shqipërisë. U faktua në mënyrën më të pa kundërshtueshme si një shtyllë kryesore e platformës së Vaso Çubrilovicit për largimin e shqiptarëve nga trojet e tyre. Cili do që lexon elaboratet e akademikut racist kriminal, ai në epicentër të platformës së tij për shpopullimin, për dëbimin e shqiptarëve nga trojet e tyre në Kosovë, përcakton përkeqësimin e shërbimeve, mungesën e shërbimeve, mungesën e infrastrukturës, përkeqësimin e infrastrukturës dhe në këtë mënyrë vështërsimin maksimal të jetës së tyre aty ku janë. Reforma që u përdor në vitin 2014, që solli nga 410 njësi vendore, bashki dhe komunat marra së bashku, gjithsej të 61 bashki apo njësit qeverisjes vendore, ishte goditja më e rëndë që ajo që mund ta quajmë Shqipëria rurale mori dhe në tërësi Shqipëria, mbasi pa Shqipëri rurale të zhvilluar nuk mund të ketë Shqipëri të zhvilluar. Mbi 45% e popullatës humbi shërbimet, humbi qeverisjen direkte me njerëz të zgjedhur prej saj, humbi të gjithë perspektiven e jetesës në komunat ku jetonin. Koha për Shqipërinë rurale ndaloi. Unë ftoj mediat të shkojnë në ish komunën Shëngjergj, tani është fshati Shëngjergj. Ishte një mik i imi, prandaj po ju them. Çfarë i thanë? Nga 2013 gjersot në këtë zonë nuk është investuar 100 arë. Por ju them unë se në atë zonë dhe për te asaj zone janë disa nga potencialet malore turistike më mahnitëse të vendit. Por për te Shëngjergjit, për te ecë drejt tyre, rruga është një rrugë që vështërësisht e kalueshme. Shkonin në çdo komunë, asnjë investim. Shkonin baldush. Investimi vetëm mashtrimi Erion Velis, ku ndërtoi muzeun apo çfarë ndërtoi, që u gjetë mbushur me thas dafine për të vjedhur 400 milion lekë. Shkonin në Prez,
shkoni në Pezë, shkoni në Shëngje, në Ndroq. Koha ka ndaluar në raport me zhvillimin, dhe atyre u mbetet vetëm largimi. Koha është e pamëshirë. Shërbime nuk kanë. Nuk u lehtësua tregu i tyre. 3.2 miliard euro u vodhen në plakat e qendrave të qyteteve. 3.2 miliard euro. Me 3.2 miliard euro u ndërtuan në Shqipërinë rurale mbi 8.000 kilometra rrugë, u ndërtuan dhe rinërtuan mbi 1.000 objekte arsimi, qendra shtetësore, që të gjitha janë me regjistër. Në 14 vite, as me gishtrit e duars nuk numërohen. Dhe pas kësaj antireforme, vazhdohet në mënyrën më të papërgjegjshme, më antishqiptare, që nga 60 të kaloj në 40. Unë duhet të përgëzoj zotin Luciano Boçi dhe të gjithë antarët dhe ekspertët e komisionit, të cilët punuan me një përkushtim të madh për një reformë të re elektorale e përcaktuar si kusht për integrimin edhe në raportin e tetorit të Komisionit Evropian. Natyrisht në 14 vite nuk zhbëhen dot ajo boshatisje e madhe që ka ndodhur, ajo braktisje e madhe që ka ndodhur. Por një hap i rëndësishëm